Maria, e rritur në një qytet të vogël në Galile, ishte e njohur për besimin dhe pastërtinë e saj. Që në fëmijëri, ajo ndjente një thirrje hyjnore, një lidhje të veçantë me Zotin që e dallonte nga të tjerët. Në shtëpinë e saj, lutja dhe mirësia ishin pjesë e çdo dite. Familja dhe fëmijët e shihnin si një vajzë të përulur, por me një shpirt të fuqishëm. Një ditë, ëngjëlli Gabriel i doli përpara dhe i shpalli lajmin e madh. Ajo do të bëhej nëna e Mesis. Maria u trondit, por besimi i saj pa lëkundur e bëri të pranonte me përullësi misionin më të madh që një njeri mund të kishte. Në atë çast, një dritë e brendshme shpërtheu në zemrën e saj, duke i dhënë guxim dhe qetësi. Ky ishte fillimi i rrugtimit të saj hyjnor, një histori që do të ndryshonte botën për breza të tërë. Gjeta e përditshme e Marisë ishte e thjeshtë, por e mbushur me besim. Ajo ndihmonte të varfrit, lutjet e saj ishin të thella dhe shpesh të gjatë në heshtje. Çdo veprim i saj reflektonte dashurinë e Zotit dhe përullësinë që Zoti kërkon. Fëmijët e shihnin si shembull për pastërtinë dhe për kushtimin shpirtëror. Kur e mendonte shpalljen e ëngjëllit, zemra e saj ndjente përgjegjësi të madhe por pa frikë. Në mendimet e saj, ajo e kuptonte se çdo sakrificë do të shërbente për një qëllim hyjnor. Lidhja e saj me Zotin nuk ishte thjesht shpirtërore, por gjithnjë shfaqej në veprime dhe fjalë, duke i bërë të gjithë rreth saj të ndjenin dritën e pranisë së tij. Ky ishte momenti kur Maria filloi të kuptonte se misioni i saj nuk do të ishte i lehtë, por do të ndriçonte rrugën e njerëzimit. Kur lajmi hyjnor u shpall, Maria u takua me Jozefin, burrin që do të bëhej shoqëruesi i saj i besueshëm. Ai ishte njeri i drejtë, i respektuar dhe i fuqishëm në besimin e tij. Kur Maria i tregoi se do të mbante në bark mëshirën e Zotit, Jozefi u trondit, por një ëndër e engjëllit e qetësoi dhe i dha forcë të pranojë planin hyjnor. Ky takim tregoi bashkëpunimin e nënës dhe burrit të saj në realizimin e misionit më të madh. Respekti dhe dashuria mes tyre u bën simboli besimit dhe përullësisë që kërkohet nga çdo shërbim hyjnor. Ata u përgatitën për sfidat që po vinin, duke qëndruar të bashkuar në lutje dhe përkushtim. Me lajmin e regjistrimit për taksën, Maria dhe Jozefi nisën udhëtimin e gjatë drejt Betlehemit. Rrugët e vështira dhe lodhja nuk e zvogluan besimin e tyre. Maria mbante në zemër paqen e Zotit dhe shpresën se çdo sfidë kishte një qëllim hyjnor. Gjatë udhëtimit, peizazhi i thatë dhe rrugët e vështira simbolizonin sfidat e jetës, por drita e brendshme e Marisë e mbante të fortë dhe të qëndrueshme. Çdo hap ishte një provë, por gjithashtu një shenjë dashurisë dhe mbrojtjes hyjnore. Kur mbërritën në Betlehem, qyteti ishte i mbushur me njerëz dhe nuk kishte vend për të pushuar. Por Maria dhe Jozefi nuk u shqetësuan. Ata gjetën një stre të vogël në një stall ku kishte kafshë dhe heshtje. Aty, në ndritën e yjeve, filloi një nga momentet më të shenjta në histori, lindja e Jezusit. Maria mbajti në duar fëmijën e shenjtë, i ndjeri mbrojtur nga dashuria e Zotit. Ky çast simbolizon forcën dhe sakrificën e saj për kushtimin ndaj misionit dhe fuqinë e besimit të palëkundur. Qetësia dhe dashuria e saj përshkruajnë zemrën e nënës shenjtë. Shtëpia e Marian ishte e mbushur me qetësi. Aty ku të tjerët shihnin vetëm thjeshtësi, Maria shite vendin ku Zoti po formonte birin e tij. Ajo e ruante çdo moment të jetës së Jezusit si një thesar të shenjtë. Shpesh, ajo zgjaste dorën dhe prekte flokët e tij me butësi, duke ndjerë një paqe që nuk e gjente askund tjetër. Ti e premtimi, i përshpëriste ndonjëherë. Në ato ditë të qeta, Maria e dinte se Zoti po të përgatiste për ditë të vështira. Ajo shpesh e shikonte Jezusin teksa lutej me një përqendrim të thellë. Ishte e qartë se qielli e ndiqte çdo hap të tij. Edhe pse ajo e ndjente hijen e së ardhmes, Maria nuk lejonte që frika ta mposhte. Ajo besonte pa lëkundje. Çdo ditë ishte një tjetër dëshmi se Zoti e kishte zgjedhur atë për një mision që do të ndryshonte botën. Kur Jezusi u paraqit në tempull si foshnje, Simeoni profetizoi një fjalë që e tronditi Marianën deri në shpirt.
edhe shpirtin tënd do ta përshkojë një shpatë. Maria nuk e harroi kurrë atë moment. Ajo e mbante mend zërin, sytë e Simeonit, energjinë e fjalës së tij. Ishte një paralajmërim hynor, një dhimbje që ajo e dinte se do të vinte. Ajo shpesh mendonte, a do të kem forcë kur të vijë ajo ditë? Por në vend që të friksohej, Maria zgjodhi të forcohej. Ajo lutet çdo natë për qëndrueshmëri. Në zemrën e saj, dashuria për birin e mbante gjallë. Ajo nuk mund ta ndalte rrugën e tij, por mund të qëndronte pranë deri në fund. Dita kur Jezusi u largua për të filluar shërbesën, ishte për Marianën një moment i ëmbël dhe i hidhur. Ajo e dinte se kjo ditë do të vinte, por kur e pa duke ecur drejt botës, zemra ju drodh. Nga dritarja, ajo vëzhgonte si era i lëvizte rrobat dhe dielli ndriçonte fytyrën e tij. Ajo e kuptoi se tashmë Jezusi nuk ishte vetëm i saj, ishte i botës. Në zemër, ajo lutej që çdo hap i tij të ruhej nga Zoti. Megjithatë, një ndjesi e brendshme i thoshte se kjo rrugë do ta çonte drejt sakrificës më të madhe. Sërish, ajo nuk u tërhoq. Ajo e dinte, një nënë e shenjtë nuk pengon misionin hynor. Ajo i qëndron pranë deri në fund. Edhe pse Jezusi larg, Maria ndiqte çdo lajm që dëgjonte për të. Ai i shëronte të smurët, ngushëllonte të thyerit, shpëtonte të humburit. Ndonjëherë ajo qante nga gëzimi duke dëgjuar për mrekullitë e tij. Ky është biri im, mendonte me zemër që i diqte nga dashuria. Por gjithmonë mendonte edhe për profecinë. Ajo ruante çdo fjalë të tij si shenjtëri. Ato i jepnin fuqi, kurajo dhe kuptim. Maria e dinte, fjala e Jezusit ishte dritë, dhe ajo, si nën, ishte thirrur të ishte dëshmitare e kësaj drite. Kur dëgjoi se Jezusi u tradhtua, u arrestua dhe po gjykohej, Maria e ndjeu trupin t'i dobësohej. Ishte sikur profecia po merrte jetë. Ajo mori rrugën drejt vendit ku Jezusi mbahej. Çdo hap ishte ngarkuar me dhimbje, por ajo nuk u ndal. Nuk do ta lë vetëm, përsëriste në mendje. Ajo e shihte se turma po ngrinte zërin kundër tij. Zeve nga Arianës shpërtheu në dhimbje, por ajo nuk bërtiti, nuk u rebelua. Ajo qëndroi. Për të qëndruar pranë birit të saj, ishte mënyra më e madhe e besimit. Kur Maria pa Jezusin duke mbajtur kryqin, dhimbja e saj nuk mund të përshkruhej. Ajo e ndjente shpirtin të çahi, por ajo nuk u rrëzua. Me sytë e mbushur me lot, ajo e ndiqte çdo hap. Nuk kishte britëm, nuk kishte fajsim. Vetëm një nën që po ndiqte birin e saj drejt sakrificës. Kur sytë e Jezusit u takuan me të, në atë moment botët u ndalën. Ai i dha forca saj dhe ajo i dha dashurinë që e kishte mbajtur që nga dita e parë. Ky ishte momenti ku profecia u plotësua. Shpata hyri në shpirtin e saj. Maria qëndroi te këmbët e kryqit, e pa lëkundur, duke parë birin e saj të vuante. Çdo frymëmarrje e tij ishte një goditje për zemrën e saj. Por ajo nuk u largua as një sekond. Jezusi i tha, "Nën, ja djali yt." Ishte mënyra e tij për ta mbrojtur edhe në momentet e fundit. Maria, me gjithë dhimbjen, e pranonte vullnetin hynor. Pas vdekjes së Jezusit, Maria ndjeu një boshllëk që nuk mund të përshkruhej. Bota dukej e heshtur. Qielli i zymt reflektonte dhimbjen e saj. Ajo e preku trupin e tij me butësi, duke kujtuar ditët kur e mbante në krah si fëmijë. Por edhe në këtë moment, ajo besonte se Zoti nuk e kishte lënë historinë të përfunduar. Në shpirtin e saj kishte një ndriçim të brendshëm që i thoshte, kjo nuk është fundi. Kur dëgjoi lajmin, ai u ringjall. Maria ndjeu shpirtin t'i shpërthente nga gëzimi. Lotët e saj u kthye në dritë. Dhimbja u shkri në shpresë. Ajo e dinte. Kjo ishte dëshmia më e madhe e dashurisë së Zotit.
Ringjallja riktheu në zemrën e Marianës gëzimin që ajo kishte humbur. Zoti kishte përmbushur atë që i kishte premtuar. Në vitet që pasuan, Maria ruajti çdo kujtim të Jezusit në zemrën e saj. Ajo ishte dëshmitarja e heshtur e mrekullisë më të madhe të botës. Ajo përçoi të tjerët çdo fjalë, çdo mësim, çdo moment të birin e saj. Zemra e saj nuk ishte thjesht e një nëne, ishte një ark e shenjtë, ku ruheshin misteret e shpëtimit. Historia e saj mbetet një testament i forcës, dashurisë dhe besimit. Maria, nëna e Jezusit, ishte dhe vazhdon të jetë lektësia që i dha botës dritën e përjetshme.